Është një recet shumë e thjeshtë, shumë e shijshme. Është edhe një recet për mish të papritur në fakt, nëse ju vjen dikush, gatuhet shumë thjesht. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet 300 gram fileto pule, na duhet një pana kuzhine, na duhet hudhër, na duhet një kokër limon, krip, pak miell, piper i zi, vaj ulliri edhe rigon. Gjë e parë që do bëjmë është do marinojmë fileton e pulës me krip edhe me piper të zi. Do ta marinojmë nga të dy anët. Dhe do ta lëmë për 5 deri në 10 minuta sipas dëshirës. Ndezim vatrën, vëmë tiganin ku do skuqim fileton e pulës, do hedhim pak vaj ulliri, do marrim miellin, dhe kalojmë fileton e pulës në miell dhe do e vendosim për të skuqur. Skuqim një pjesë, pas pjesën tjetër. Fileton do e kthejmë her pas here, derisa të marrë një ngjyrë të kuqe, edhe të jetë skuqur mirë. Mua pëlqen kur filetoja e pulës skuqet mirë edhe bëhet pak krokante. Largojmë fileton e pulës që është skuqur. Në tigan që kemi do hedhim 2-3 thelpin hudhër dhe i përzijem. Hudhrës do t'i hedhim edhe lëngun e limonit që shtrydhëm. Siç e thash, për këtë recet duhet një limon. Do t'i shtojmë edhe panën ose 200 ml. Ato pakët kështu janë, në fakt 200 ml pana. Besoj e keni iden. Dhe i përzijem. Do t'i shtojmë pak krip. Do t'i rrisim pak temperaturën tani. Do vendosim filetot e pulës. Do i ulim temperaturën dhe në temperaturën më të ulët do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëmë për rreth 15-20 minuta. Pasi e kemi lënë për rreth 15 minuta, gjë e fundit që do bëjmë është do t'i hedhim pak rigon ose mund t'i hedhni majdanos, çfarë të dëshironi. Nëse e keni të njohur edhe më mirë, do fikim vatrën, edhe recetën tonë e kemi gati. Na bëft mirë edhe jam e sigurt që kur ta provoni do t'ju pëlqejë pafund.